Forcat ajrore shqiptare u krijuan zyrtarisht në 24 prill të vitit të largët 1951. Forcat ajrore shqiptare janë një nga 3 armët e forcave të armatosura shqiptare. Forcat ajrore përbëhen nga komanda dhe shtabi i forcave ajrore, baza ajrore në Fark, baza ajrore në Kuçov, qendra e vëzhgimit ajror, shërbimi meteorologjik ushtarak dhe kompania e mbështetjes SFA. Shteti shqiptar bëri përpjekje të shumta për krijimin e armës së aviacionit luftarak, por për arsye politike, një gjë e tillë nuk u arrit deri mbas luftës së dytë botërore. Në vitin 1945, një grup ish partizanësh filloi përgatitjet për pilot luftarak në shkollën e aviacionit jugosllav. Ky grup përbëhej nga Niko Hoxha, Edip Ohri, Fahri Bubusi, Pertef Müftari, Ibish Vokshi, Zydi Rada, Sazangjelo, Irakli Glashdani, Masarada e të tjerë. Pas prishjes së marrëveshjeve mes Shqipërisë dhe Jugosllavisë, grupi e vazhdoi përgatitjen në Bashkimin Sovjetik. Forcat ajrore shqiptare u krijuan zyrtarisht më 24 prill 1951. Avionet e parë ishin avionët sovjetik të prodhuar mbas luftës së dytë botërore, YAK-18, dhe fillimisht u dislokuan në Laprak, në periferi të kryeqytetit të Shqipërisë, Tiranë. Pak vite më vonë, forcat ajrore shqiptare du të pajiseshin edhe me avion luftarak reaktiv. Skuadrilja e parë me avion luftarak MiG-15 bis, kodi NATO-s Fagot, e titulluar Peza, u krijuar në vitin 1955. Kjo skuadrilje u dislokua në aeroportin e Kuçovës. Në vitet e mëvonshme, në kuadrin e ndihmës ushtarake nga Bashkimi Sovjetik, forcat ajrore shqiptare du të pajisen edhe me avion luftarak të tipit MiG-17, kodi NATO-s Fresco, dhe MiG-19, kodi NATO-s Farmer, dhe në fillim të viteve 70, edhe me avionët luftarak MiG-21 të prodhimit kinez. Avionët luftarak që erdhën nga Kina kishin marka prodhimit të ndryshme nga ato sovjetik, por në forcat ajrore shqiptare ata u njohën gjithmonë me markën sovjetike të prodhimit. Në qershor të vitit 1957, u krijuar regjimenti i parë transportues i pajisur me helikopter Mi-1 Trecop, helikopter të rinj Mi-4 Trecop, si edhe disa avion me helik Jak-18 dhe Po-2. Në fillim të vitit 1967, ky regjiment u zgjerua në kapacitet me ardhjen e 30 helikopterëve MiG-4. Në vitin 1962, u krijuar regjimenti i rinasit me avion luftarak MiG-17 dhe avion MiG-19. Avionët luftarak MiG-19 ishin shtylla e kësaj force për shkak të numrit të tyre të madh, mbi 70 avion, por në të njëjtin aeroport u dislokuan për një kohë të shkurtër avionët luftarak të sapo nga Kina, avionët luftarak të tipit F-7A, Fishbed C, të cilët ishin version kinez, e avionët luftarak sovjetik MiG-21F-13, modeli i parë i prodhuar në masë. Por pas pak kohësh këto avion 12 në numër u transferuar në bazën ajrore më të re të forcave ajrore shqiptare, ajo e Gjadrit. Ndryshe e njohur edhe si Lezha Zadrima, avionët F-7A MiG-21F-13 u grupuan në një skuadrilje. Gjithashtu baza ajrore e Gjadrit kishte edhe 2 skuadrilje me avion F-6C MiG-19 dhe një skuadrilje me avion F-5 MiG-17, si edhe disa avion mosimor MiG-15 UTI. 2 vendësh, baza ajrore e Gjadrit dallohej nga 2 bazat e tjera, nga një tunel i nëndeshëm i ndërtuar në malin e Gjadrit. Edhe pse kishte lagështi, ky tunel përbënte një mbrojtje ideale kundër sulmeve ajrore armike. Në periudhën 1950-1975, forcat ajrore shqiptare ishin një nga forcat ajrore më moderne në rajon, por edhe në botë, si përsa i përket pajisjeve logjistike, ashtu edhe përgatitjes së lartë të kuadrit që ajo dispononte. Pilotët shqiptar dalloheshin nga pilotët e tjerë në shkollat e huaja të përgatitjes së pilotëve luftarak, si ato të Jugosllavisë, Bashkimit Sovjetik dhe Kinës, për aftësitë e larta profesionale që tregonin. Nuk do të ishte një koment as pak fryrës nëse do të thuhej që ishin forcat ajrore shqiptare që e pajisën Kinën me teknologji radari. Në vitin 1962, Bashkimi Sovjetik furnizoi forcat ajrore shqiptare me 12 avion luftarak MiG-19 PM,
kodin Atos Farmer e të pajisur me radar. Pas prishjes së marrëdhënieve me Bashkimin Sovjetik, Shqipëria u miqësua me Kinën. Qeveria kineze i bëri një propozim qeverisë shqiptare që të shkëmbenin avionët luftarak MiG-19 PM me një numër më të madh MiG-19 të prodhimit kinez. Ky propozim u pranua nga qeveria shqiptare dhe të 12 MiG-19 PM u shkëmbyen me avion më pak të sofistikuar të variantit MiG-19C. Këta avion nuk ishin të pajisur me radar dhe mund të fluturonin vetëm ditën në kushte optimale atmosferike. Në vitin 1962, Akademia e Aviacionit u krijua në Vlorë, akademia e cila kishte statusin e shkollës së lartë. Kjo akademi kishte në dispozicionin e saj avion mosimor për stërvitje bazë CJ-6, avion luftarak reaktiv MiG-15 bis dhe avion mosimor dy vendësh MiG-15 UTL.